ku marrin pjesë dhe komunitetet tjera, na jena shumicë shqiptare, madje jemi me 50%, se këtu në Kosovë mi marr 50%, domethënë prap nuk je shumicë. Tash këto janë probleme të cilat janë akumuluar gjatë konsensuseve të kaluara tjera. Dhe së treti, lëvizja e ndosje zyrtarisht dhe jo zyrtarisht, pra nuk ka pëlqyeshmëri për ta ndërtuar një koalicion me Partinë Demokratike të Kosovës dhe anasjelltas. Partia Demokratike e Kosovës publikisht thotë që një koalicion me lëvizje e ndosje nuk e çon Kosovën kërkajç. Tashti, lëvizja e ndosje thotë nuk kanë pëlqyeshmëri me PDK-n. PDK-ja thotë s'kam pëlqyeshmëri me lëvizjen e ndosje, ti thu që mundet me u bë dhe kam informacion që taktika politike me rrit pazar arbër të edin. Tjetra. Je gjatë në politikë, këto deklarime bën çdo herë. Dakor. Bi idenë që falet kur tulen unë po jap qëndrimin e lëvizjes e ndosje. Tjetra. Ky është qëndrimi aktual i lëvizjeve e ndosje, pajtona. Unë thash ndryshon. Ne flasim me fakte dhe me argumente, ose së paku mundohemi me artikulu në atë formë, çush edhe aty në mendim tonin të bashkëtruar e tjera. Ne kemi qitë një kandidate për krye parlamentare, e cila është gruaja më e votuar në Kosovë. Dhe jo më kot e kemi qitë emrin e saj, e cila është Albulena Haxhiu, e cila ka më shumë vota se sa Aleanca, se sa Nisma, se sa Krejt Bashk, se sa Memli Krasniqi si kryetari i parlamentit, se sekretari i Partisë Demokratike. Dhe çka? Kur farpesh e thej një gjë, vetëm se në fund jam. Në lejo. Po se edhe Mefi pati për Ani nuk ka problem, edhe përfundova. Tashti, u tha këtu që sipas akvendimit të gjykatës kushtetuese, subjekti i parë i cili fiton zgjedhjet propozon. Po jo kod gjykata kushtetuese ka thonë që subjekti i parë pra e ka të drejtën e propozimit. Pra subjekti i parë, në këtë rast mund me qenë edhe koalicion, po subjekti i parë e propozon. Dhe gjithmonë ai e propozon. Po këtë s'po mohon askush. Dhe natyrshëm, pra pozita e krye parlamentarit, sot të përmët, sa ekziston që ky vend, ka më koni subjektit parë, që to na po dojmë ja u kallëzu partive të cilat jo pjesë e kuvendit. Subjekti dytë e din. 2019 e keni dhënë subjekti i dytë, LDK-s e keni dhënë. Ajo marrëveshje politike. Me marrëveshje. Po propozimi ka ne nuk kemi vullnet me dhënë. Jo, po thotë i takon propozimi. Jo, po thotë i takon kryetari kuvendit. Jo, i takon propozimi. Propozimi në kush po edhe më shto kryetari. Kështu që do më dhon Vjosa Osmani, nuk ka nominoni dikën propozitë. Ka qenë në vetë vendosje. Ajo bëhet me marrëveshje, pra bëhet me pëlqyeshmërinë tonë. Po minut, po Unë po them, po kjo është atakon ajo. Rama është duke parapal një marrëveshje politike. Marrëveshje koalicioni, marrëveshje politike. Marrëveshja e vetme politike që e zgjedh edhe presidentin pa listë serbe që këta dojnë është LDV PDK. Se s'po durohet bashkëron si patragu. Domethënë nuk ka mekanizëm tjetër në cilin mund ndërtu një qeveri stabile. Po, Roma, LDK po refuzon, nuk ka të zgjidhje. E krijoi, pra e bënë një analizë ku doli që zoti Kurthi kinse qëllimshëm e ka stërzgjat këtë proces edhe për me largu partit tjera politike që në fund vije me Partinë Demokratike të Kosovës. Vetë fakti që zoti Kurthi, partisë të parë, i ka dërgu letër për takim, ka qenë Lidha Demokratike e Kosovës. Me të mirat dhe me të këqijat që i ka. Në dy. E tha Arbri një gjë që është shumë më rëndësi. Nuk ka pëlqyeshmëri as të elektorati që na jemi me Partinë Demokratike. Na nuk e tha Orbi, rastësisht nuk ka pëlqyeshmëri. Ata shkojmë zgjedhje, s'ka problem. Po, unë po e them që ne kemi matje dhe dim se çka kërkon elektorati edhe i lëvizjes vetëvendosje dhe e keni pa edhe deklaratat e kryetarëve të Partisë Demokratike, po edhe kandidatët që kanë për kryeministër, që kanë pasur zotin Petri Hamza, ku thotë se ne nuk mund të shojmë me një parti e cila është, ju e dini se çka ka deklaruar lloj-lloj gjërash për ne. Pra çka po du me thonë është kjo është e ditur dhe një është e garantuar, që nuk futet. Nëse lloj-lloj gjërash ato hajvan,